Sot do të përgatisim me gjokë spule dhe me perime një drekë shumë të shijshme në tava balte. Do të përdorim këto përbërës. Këtu kemi gati 2 fileto, 2 gjokë spule. Këtu kemi 2 karota, të cilat i kemi gri rimët. Kemi 3 kokra qep, 100 gram me djath kaçkavall. Këtu kemi 2 kokra mesatare të domateve ose gati 100 gram me domate. 300 gram speca dhe kemi zgjedhur specat e kuqe dhe specat jeshile. Gjithashtu do të përdorim dhe një lugë me salcë domatesh. Këtu kemi një lugë gjelle me majdanoz, është majdanoz i tharë dhe i grirë. Mund të përdorim edhe majdanozin e freskët. Ky është piper speci kuq, është pak djegës. Mund ta përdorim sa të duam, piperin e zi, gjithashtu dhe kripën. Do të na duhet edhe gati 1 filxhan kafeje me vaj të zakonshëm që përdorim zakonisht për të gatuar. Pasi kemi vendosur 1 filxhan kafeje me vaj në tigan, këtu do vendosim qepën. Dhe mbas qepës do të shtojmë gjithashtu edhe karotat. I lëm të kaurdisen për gati 3-4 minuta së bashku. Më pas shtojmë dhe specat. I përziejmë për 2 minuta. Shtojmë gjithashtu edhe gjoksin e pulës të prerë në kubik dhe e përziejmë për gati 5 minuta. Do të shtojmë gjithashtu domatet dhe salcën. Dhe do t'i lëmë edhe këto për 4-5 minuta që të marrin shije të mirë. Pasi ka përfunduar, do me thënë dhe 5 minuta, e kemi pak fare me lëng të gjellë, e heqim nga zjarri dhe këtu shtojmë gjithë erëzat që i kemi cilësuar më lartë. Do të shtojmë gjithashtu kripën, majdanozin dhe piperin e zi. Do t'i përziejmë mirë që të përhapen gjithandej në mënyrë të rregullt të gjitha erëzat dhe më pas do të mbushim enët ku do t'a pjekim. Do me thënë, ose mund t'a vendosim në një tavë të vetme, ose në këto enët e baltës. Pasi kemi vendosur në tavat e baltës, si për tyre do të shtojmë edhe djath kaçkavall, si pas dëshirës mund të shtojmë në sasi. Dhe i kemi gati për t'i pjekur në furrë në 200 gradë për 15 për 20 minuta. Ja ku i kemi përfunduar tavën me gjoksin e pulës dhe me perime dhe e kemi gati. E kemi pjekur për 15 për 20 minuta, varësisht të sobave. Ja ku e kemi të përfunduar pra drekën tonë sot, gjokë spule në tava dheu me perime. Drekën mund ta shoqërojmë shumë mirë dhe me perime të ndryshme të cilat i kemi bërë turshi më parë. Dhe i kemi serviru në këtë mënyrë.